Dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. E ftuara ime sot është një artiste, jo e skenës, e punës, e jetës, e impulseve që jeta jep çdo ditë në kreativitetin e saj. Me punimet e saj shumë krijuese ditë pas dite në ecurinë e saj, ajo ka krijuar jo vetëm profilin, por edhe entuziazmin e ecjes së punës së saj krijuese. Me mua sot në studio është artizania Stella Toska. Mirëmëngjes Stella, mirë se erdhe. Mirëmëngjes gjithë dëgjuesit e Radio Shkodrës dhe të live stream të Radio Shkodra më duket. Po, patjetër. Stella, më pëlqen që takohemi sot sepse përveç se zërit të një gruaje të re, të bukur, ai që të njeh parafturon edhe artin tënd të punimeve. Diku ki thënë se jeta është art në frymëzimin që të jep, në marrëdhënien, në punët, në çdo gjë që mvesh marrëdhëniet tuaja. Si e përkthen këtë në qasjen tënde, në artin tënd të punës? Po, të jetuarit është art. Unë jam person pozitiv që shoh gjithmonë gotën gjysmë plot, jo gjysmë bosh. Që do të thotë, çdo problem ka më shumë se një zgjidhje dhe nuk duhet të stresohesh për gjëra që nesër mbas nesrit i kalon me kollaj, domethënë. Kështu që duhet ta shikosh jetën pozitive sepse jeta është realisht shumë e bukur. Domethënë ta kthesh në art. Çdo problem që ke, çdo sfidë që ke, ta kthesh në art edhe ta marrësh si arritje tënde. Domethënë kam edhe një fjalë tjetër tur që unë e shpreh vazhdimisht, nuk humb kur rrëzohesh, por humb kur rrëzohesh dhe nuk çohesh më në këmbë. Kjo është ideja. Por aktiviteti yt në punimet tuaja natyrisht përkthen hap pas hapi këtë qasje pozitive që ke për jetën dhe për motivin që t'i jep ajo. Po, punimet e mia tash realisht ma mbushin ditën. Njerëzit me qasjen e tyre, domethënë, që i shikojnë pozitivisht, i pëlqejnë pafund, edhe ato, domethënë, më japin një pozitivitet me ec përpara. Kështu që kjo është një rruga jeme, domethënë. Unë kam vujt shumë me gjetë vetveten, sepse çdo person duhet me gjetë vetveten. Kjo është rruga jeme, që unë e bëj me qejf, edhe pse punoj ndoshta edhe ton natën, e punoj me qejf sepse atëherë më ka kap frymëzimi. Kështu që është gjithçka që është rruga e duhur kur punon diçka që ke pasion. Çdo gjë përkthehet në objekte konkrete, në objekte që simbolizojnë diçka, në objekte që prekin në një farë mënyre atë që e merr, atë që e dhuron, që të frymëzojnë me parafturimin që jep. Mund t'i drejtohemi qoftë edhe në mënyrë kështu krejt virtuale objekteve tuaja. Është faktikisht shumë gjë e rëndësishme kjo pjesa që unë e njekun, është një virtyti jemi mendoj. Objektet e mia janë për ambientet e brendshme dhe të jashtme, jo vetëm të shtëpive, por edhe të ambienteve arreduese në shtëpia në mal apo tjera. Tema që unë vendosi edhe materiali që unë vendosi me hell një imazh, një pamje të pikturuar apo thjesht printuar në një copë druri apo në një keramik, prek telat e njerëzve. Domethënë dhe mesazhi që unë shkruaj aty, prek telat e zemrës së njerëzve, që e bajnë atë për me ble. Domethënë mund të jetë pamje nga një shtëpi mali që i duket shumë bukur atij që ka një shtëpi në mal. Mund të jetë pamje nga plazhi që i duket shumë bukur atij që ka një lokal në plazh apo etj. Ose objekte të ndryshme të cilat qëndrojnë kam në festa të ndryshme apo me qërit e kush tash për vitin e ri apo babagjyshat. Gjithë domethënë kanë atë mesazhin e vet për festa të ndryshme, sepse ne do punojmë gjithë vitin. Kështu që i përshtatemi festave edhe ambienteve të ndryshme të lokaleve, bizneseve, shtëpiave etj. Se të shiko vila. Me sa po spjegoni teknikat tuaja, objektet tuaja janë të shumta dhe të ndryshme. Dhe këto janë në një creativity zone interesante që të futë në një botë shumë magjike të mjeshtrisë tënde.
Si është kjo, si lindi, si u materializua, si u hodhen hapat e para? Pak më herët më thaj që kam vuajtur pak për të gjetur veten, për ta kanalizuar në rrugën time. Po, është vërtet që unë kam një shumëllojshmëri materialesh me të cilat punoj, por realisht kam mbrapa shpinat edhe një shumëllojshmëri artizanësh të cilët na janë që më ndihmojnë, domethënë, sepse unë drurin e pres nga një marangos, metalin e bëj nga një që punon metalin. Metal punues. Më thonë, ka shumë objekte, gjamin, qelqin, pasqyren, janë tonë ata artizan që unë i kam mrapa. Së fundmi kam fillu me punu edhe me pëlhurat artizanve. Kam biles jam një bashkëpunim shumë të fort me gjinomjede, në pëlhurat e gjinomjedës, jena të bë disa gjana inovative, që realisht në pëlqejnë shumë. Edhe kështu që qasja që unë kam fillu me këtë punë, realisht dhe me thonë, është shtëpia jeme, sepse kisha një shtëpi të retë, po detajume, fillova me bë gjana të vogla, jo tela, jo gjana që vendosen përmi tavolinë e tjera, dhe vunare që unë realisht mu i kemi me ndërtu shumë gjana. Edhe ka vështirësi, pa tjetër që ka vështirësi, por e gjeta vetin duke zbukuru shtëpinë time. Pra, me sa po thoni, ju merrni materiale dhe i bëni ato që të shpërndajnë mesazhe, që të flasin, që të frybëzojnë, që të bëhen të dashura për njerëzit, që të zënë një vend, të sjellin kujtima, të sjellin në një farë mënyrë një lloj marrëdhënie pozitive dhe dashurie, apo jo. Si kanë ecur, sepse janë teknika të ndryshme dhe që të marrësh këto teknika të ndryshme duhen mjeshtri të ndryshme dhe ti bashkosh të gjitha, vërtet është diçka jo e thjeshtë, apo jo? Realisht është një diçka që unë kam të lindur apo të fituar, nuk e di, por thjesht pasioni ban gjithçka. Por çuditem domethënë edhe hasi vështirësi, se nga që kam jashtëzakonisht shumë materiale me të cilat punoj, ose çdo ditë nxjerrin nga një punim të ri të ndryshëm. Hasi vështirësi në çdo gjë që bëj. Për shembull, më dash me bë brandin tem, unë nuk ka se kam një gjë, unë kam shumë gjana dhe nxjerr gjana të reja për çdo ditë. Kështu që shumë e zorshme me e brandu, ose me code barin e punimeve të mia, nëse ato doin me dalë jashtë shtetit, apo çka code bari ti vesh kur un kam jo ceramik, jo dru, jo metal, do të thënë gjëra ndryshme. Në shumë raste hasi vështirësi, sepse është kjo veçori që un kam, ky kreativitet që un kam, që më ka bë edhe me pas sukses, sepse nuk mundet gjithkush me bë gjana të tilla. Përveç kësaj, unë nga që kam punu vazhdimisht kam punu 13 vite për me arrit në këtë pjesë, dhe më thonë gjej një material tu, gjej një material atje, momentin që unë kam hyrë në treg, unë pikturoj, por që nuk e quaj vetin piktore. Pasioni jem është që më ka bë me ecë përpara dhe me bë disa piktura të thjeshta. Unë ingjërosi punimet e mia ose i montoj drasat, gurët, ceramikat dhe nxjerrë një diçka që tregu realisht ma ka tregu që i pëlqen, do të thonë, në momentin që unë jam përballë me njerëzit në panajër, që dola kot sa për me bë prof, a ecin, a janë realisht pëlqyeshme, a i blen kosh. Në atë ditë unë kam shit tonë punimet që kam pas për me tavolinë. Sa e bukur. Edhe kam punu tonë natën për me dalë në nesërmen prapë me punimet tjera. Ky ishte impakti që pati me njerëzit. Pa ishte një mrekulli, domethënë. Mirë, si ka qenë Stela e vogël? Çfarë thonë njerëzit për ty, prindrit? Ke qenë një vajzë çamarroke, që i pëlqenin lojrat, apo kishe qef që të shikoje, të vështroje, nuk e di se si në ambientin familjar? Faktikisht tash që filloj edhe mendoj që ka fillu që në fëmijëri kjo ide, do të thonë që i kam pa objektet dhe i kam riformulu tash mas disa viteve, do të thonë aq me kujdes e kam pa sa e kam majt mend, edhe mami më tha se po ja shpjegosha, du me bë këtë kuti qelqit që e kena pas të shtëpia dhe që e disha që e ka kriju dikush në met, po ka që shumë e kisha fiksu si kuti, sa tash që e disha që munda me e arrita dhe mami se ma të men.
e ki majt mend tha shumë mirë, edhe për masat i kisha majt mend, kurse mami ja thotë nuk ka kanë kështu. Kur ja bën atëherë tha pas ke majt mend shumë mirë. Mirë po, mami ka kanë edhe ajo që na ka nxit edhe ne kena bë punime të ndryshme se në periudhën tonë ka kanë edhe kohë që kena bë bajen. Po natyrisht ajo ka qenë një kulturë pune, një motiv shumë i bukur, një dashuri shumë e madhe, sepse një vajzë që ndis pajën është një vajzë plot ëndra, apo jo? Është e vërtetë, domethënë, edhe kjo pjesa e qëndisërisë, po, unë kam bërë shumë pak gjana, normalisht se erdhi demokracia, unë sa bana 13 vjeçë erdhi demokracia, e fillovi masonari. Po, natyrisht. Por që kam qenis disa mulesa jashtëzakonisht shumë bukura që jam krenare të kur i shef, që i kam bë, plus që edhe ajo ta kollon edhe durimin për me ndajt një vend edhe me punu një punim. Përveç kësaj, domethënë kam pas edhe babin edhe mamin, të dy kam kreativa. Kështu që jam rrit me një sy që më shifte gjana të ndryshme, krijime të ndryshme, që i zgjallte mami e babi me kreativitetin e tij realizote, sepse ka kanë marangoz. Edhe kështu që bashim gjana jashtëzakonisht shumë veçanta në shtëpi, edhe kështu dosha edhe shtëpia e ri me kanë. Edhe kjo më bani me gjithë rrugën teme. Mjafton një sinjal, siç ishte shtëpia jote e re, për të krijuar, për të arreduar, për të zbukuruar dhe për të dhënë një lloj impulsi që ti mund të bësh diçka. Ka qenë hapi parë, përveç pasi i ki bërë ato zbukurimet për shtëpi, hapi parë për të bërë diçka më tepër, i vështirë, i menduar apo i befasishëm. Ka kanë shumë mirë i mendumon, biles unë i kisha ta në gjanat gati, më mungot e emri, që ishte shumë i rëndësishëm, e dosha një emër që të zeqëm nuk e dosha në anglisht, realisht, po shumë vite kreativitizon, vite shumë bukur, edhe ashtë dasht se zban me zgjell punimet me cilat unë dosha me hynë treg. Unë me telaju nuk punoj, domethënë edhe nëse më vjen një porosi telajut, një pikturë, unë nuk e baj. Unë jam jashtë kunizave, thamë, unë nërthojza, sepse çdo gjë e emja është me forma nga ma të ndryshme, domethënë që punohet, pikturohet, ngjyroset, ngjitet, edhe kështu që duke pas parasysh që isha me një diçka të veçantë, atëherë vendosa me hyn treg, jo me telaju, se telaju e piktura ka pafund, domethënë u holl hapi shumë mirë i mendumon, edhe kisha bë me veti që ja kisha premtu vetit që do helli hapa vetëm të sigurt. Domethënë fillova thjesht me një faqe Facebooku që nuk më shpenzonte asgjë, thjesht hellsha për çdo ditë gjëra të reja, po fund, nuk e di bile ku e kam gjetë atë dërim, domethënë se s'kisha shitje hiç. Por që fillunen mas ndajna ndjekësit, komentet, njerëzit e mi kanë blej fillimisht. Cila ka qenë puna joaj e parë? Punën time të parë kam aty të rujtun, është faktikisht telajo, i kam vu diçka për mi tavolin, kam vu një pëlhurë artizanale që ma kishte bë mamin pa i përshesh, më pëlqejnë shumë punimet artizanale, më pëlqejnë jashtë masat shumë, edhe Shkodra ka një thesar me artizan. Daman ne, jo vetëm Shkodra, po tanë Shqipëria krenohet me artizanët e Shkodrës. Edhe vuna pëlhurën, frutat, diçka tjetër, piktura ishte për dhomën e gatimit. Që unë realisht hala dhe sa të ditë bëj gjana për dhomën e gatimit, sepse simas me dhoma e gatimit duhet me pas ose fruta, ose zarzabadet pikturume në për objektet ndryshme, dras guzhinet për shembull. Kam pikturu drasa guzhinet. Edhe janë dhurata shumë bukura për kushin shtëpi të re ose kush ka një apartament që s'ka mundësi me vu gjana të mëdha, këta drasat e kuzhinës janë vende të vogla dhe duken shumë bukur. Kështu që domethënë kokën ajo piktura jam e parë është aty hala, normalisht s'ka shanse më shit aty të rinj. Kam vujt jashtë maset shumë, ka pas shumë net që jam qu në dytë natës, sepse e mendoshja qa ka gabim, sepse ishte hera parë që penelat i preksha me dorë, qa ka gabim, si mund ta bajon këte, më thonë e mendoshja ishte thjesht pasionja, që më shtyte, më bate më najtë dhe tonë, natën dirsa kam arrit paka shumë aty ku dosha unë dhe nuk e kam ndryshu, mund me ndryshu, mund me ba ma të bukur, po aja aty është, thonë. Pra, ajo është dëshmia e parë e hapit tënd të parë. Po, Stella përmendë penelët. Ti nuk ke mbaruar një shkollë arti, por artin e ke brenda vetes. Si ke marrë ato penela? Si ke
aplikuar në punimet tuaja? Si ke mësuar teknikën, sepse çdo gjë ka një mjeshtri apo jo? Është e vërtet. Për shkak se e kam marrë vesh vonë se ku është rruga jeme, cilat janë të ardhën ato pasioni jem apo diçka. Unë kam marrë 2 universitete para se kisha dashur me marrë shkollën e arteve realisht, që të kem pak më tepër informacion për artin ose që mbahet pengesë ndoshta tash për që se kam këtë shkollë artit. Panelat edhe ju jeni diplomuar për? Jam e diplomuar për biologji kimi në vitin 2003, edhe pastaj kam marrë edhe 3 vite financë në part-time, domethënë jam. E keni punuar në specialitetet që jeni diplomuar? Kam punuar mësuese, zëvendësuese në gjithë Shkodrën, në të rrethinat e Shkodrës, gati në çdo shkollë, domethënë kam punuar për disa vite me radhë. Atëherë me që nuk zuna një vend fiks, realisht pata fat emërova te drejtoria te zyra protokollit te drejtoria aeronale tatimore Shkodër. Aty kam punu 4 vite. Edhe për këtë arsye morra edhe 3 vite financë, që ti ishte më i sigurt vendi punës, por që siç ndodhur ndom në Shqipëri më hoqën prej punës. Pa arsye, thjesht arsye politike apo diçka, do na më hyj kësaj pjesë. Atëherë kur metan mes rrugëve, domethënë që nuk ka se kisha ç'a me bama, atëherë thash po hapi këtë faqen edhe po vazhdoj me këto punimet e mia. Realisht kam vanu një 2 vjet për me vendos me hy te kjo pjesë, por që ka eci është maset shumë, sepse kam kene vendosur në momentin që e kam fillu. Edhe ti e mësove mjeshtrin e aplikimit të ngjyrave, të penelave, pra janë teknika të veçanta, apo jo? Nuk janë teknika të veçanta. Realisht është isaj si me vu penelin në dru, si me vu penelin të laju, si me vu penelin në ceramik, janë e njëjta gjatë, me thonë. Por që unë shpesh herë ngjyrosi ata punimet e mia, drasën e ngjyrosi, thjesht I shkruaj një fjalë që I ban, domethënë, mirë mundi ato, një frazë apo diçka, domethënë. Nuk I quaj piktura. Një mesazh nuk I quaj piktura, ta them të drejtën. Kështu që po mirë, gjanat vogla I baj, domethënë. Çdo gjë nis me një ide, me një frymëzim. Si vjen ky frymëzim dhe kjo ide tek ti? Frymëzimi mram kam punu një punim cilin ma kishin porosit. Synimi jem ka kënë që njerëzit me kuptu që unë mundë me ba çdo lloj punimit. Edhe mas një 2-3 vjetëve që kisha hap faqen e kam vurej që njerëzit fillunë me porosit gjanat veçanta. Do të thonë e dishin ato që unë këtë e krijoj. Edhe tash krijove besim. Po. Edhe tash I shohin në internet edhe më thonë, a mundesh ma nisin me foto, a mundesh ma bë këtë? Edhe sa kushton. Edhe unë direkt, domethënë nga që di që këto materiale ndollen në treg, sa kushtojnë, sa më direkt I tham që bëhet, kushton kaq, ose s'bëhet. Kështu që frymëzimi tash me që e kam arrit atë mundësinë, domethënë punoj vetëm me porosi, nuk është se dikur kam bërë dhe I kam lënë aty stok. Tash vetëm porosi. Po diçka tënden që është vetëm krijimi joti me idenë tënde, me frymëzimin tënd, me mjeshtrin tënde, që është unike. Unike janë tana. Unike janë tana, por që unë është tjegulla pikturuar, ajo që më ka bërë shumë famshme për vetë veçorinë e saj. Pastaj kam nxjerr gurt me magnet, gurve I vendosi gurve shkodran, I vendosi një magnet nga pas dhe pikturoj ose I vendosi një mesazh apo diçka tjetër. Dhe ato kanë pas jashtëzakonisht shumë feedback, do të thonë janë pëlqyer shumë, janë marrë në dyqanet e suvenireve me shumicë, kështu që gurt me magnet janë, them unë shpikja jeme, sepse nuk I kisha pakun. Pra punon me materiale të ndryshme. Si siguron? Sepse prapa teja mund të kesh një skuadër, apo jo? Apo është thjesht bashorti? Nuk e di. Kam fillu duke marrë mamin edhe motrën kuda që shkosha me gjetë në natyrë gurët, drasat, drunjët, sepse s'kisha as automjet në atë periudhë. Edhe kështu që gjithmonë mu do të automjeti edhe dikush që më ardhe me kenë afërmejet. Pastaj mos edhe në erdhe duke I gjetë pikat që mu isha me gjetë me shumicë edhe u ble edhe makina, kështu që atëherë isha e lirë edhe
me dale me I gjejt vetë, domethënë. Por pa tjetër që kena nevojë për punëtor, biles këto kohët e fundit kam shku te zyra punës, normalisht këto punimet e mia janë gjana qefit, nuk është se ka një ekonomi të mirë që me thanë se shiten të bëhet nami, por që kam punëtor kur du me bë shumicën për një produkt, I di dhe me thanë ku janë punëtorët dhe I qaj në për shtëpia, I punojnë, kur kanë kohën e lirë tyne, nuk I ngusa pak sepse e di që arti dan frymëzim. Edhe normalisht që kam punëtor që më ndihmojnë, patjetër. Në fakt, me sa po shoh je shumë intensive, e aktivizuar për gjatë gjithë kohës. Kur fillon dhe mbaron vita jote e punës? Realisht është intensive, por është edhe fleksibel duke mos pas drejtor për mbi kokë. Unë punoj në momentin që gjej frymëzimin për punimet e mia. Kështu që mund të fillojnë 2 natës dhe marrën në 6 mëngjesit, masandaj në kohën tjetër e shfrytëzoj të lirë, apo duke mbledh materiale, apo duke gjetë materiale, apo duke bërë një produkt të ri, sepse gjatë ditës I kam këto marangozin e këto që mundem me shku mi thonë, duj këtë model, mundem me najtë për mikro gjithë ditën që ndoshta ndark ta punoj. Por që ka dhe që kam I panajere dhe do të punoj se s'ban për shembull 3-4 ditë rresht pa fonde, me thonë, me bë sa më shumë gjëra që të mund. Ju jeni anëtare shoqatës artizanëve. Keni marrë dhe merrni pjesë vazhdimisht në panajire të ndryshme, gjë që ju bën mjaft aktive. Diçka për këtë aktivitet? Atëherë, antarësimi është bërë para 3 vitesh tek shoqata artizane në Shkodër me krye zotin Zevgjini. Kjo është shoqata më e madhe artizane, po e përshëndes edhe unë. Nuk më ka pa me besim as kur kam hyrë aty me ato gjanat e çuditshme të mia, por realisht e ka nejtë jashtëzakonisht shumë mirë. Zoti Zevgjini mori besim tek on, më ka fut antarët bordit me anë gjykatës dhe me thanë më ka fut në shoqatën e tij. Për arsye se edhe unë jam biznes, ka shumë artizan cilët nuk ja dalin dot dhe nuk janë biznes, kurse unë jam biznes I suksesshëm që për 3 vitesh. Përveç kësaj më ka bë edhe koordinatore për panajirë që organizohen në Shkodër nga zoti Zevgjini, pra që do orientoj, do bëjmë domethënë ato organizimet e tjera për panajirë që organizohen një herë në muaj në Shkodër dhe në përgjithësi janë në ditë festash. Për shembull, këtë muaj kena për festat e nëntorit, për vitin e ri me ndoshta 15 ditë rrim qëndrojmë patjetër gjithë artizanët në Po, shtrirja e shoqatës artizanëve, por jo vetëm, na hedh një vështrim mjaft interesant mbi përhapjen e artizanatit. Si e sheh ti këtë përhapje? Ka shumë artizane që punojnë, qoftë edhe teknika të ndryshme apo materiale të ndryshme. Po, artizanati realisht shqyr zotit është kthy në vëmendje. Është kthy në vëmendje edhe për arsye sepse po bajnë gjëra inovative, për shembull të punuarit në tezgja jo vetëm ato mulesa të bardhë kuq, por edhe me mulesa me ngjyra të tjera apo duke I kthy në perde, punimet në tezgja për lokalet apo bizneset të ndryshme, apo duke bërë bërseta të ndryshëm, për shembull apo qëllima pak me të vegjël. Unë kam patur në studio edhe zonjën Kristina Mjeda e cila më ka mahnitur me punimet, kam patur në studio zonjën Artenca Tufi e cila është një mrekulli më vete, por edhe të tjerë, zotin Zevgjini. Pra gjithsesi duke hedhur një vështrim në këto mjeshtri, nuk ka se si të mos emocionohesh dhe krenohesh. Ka shumë gra artizane në zona të ndryshme, meqense je dhe koordinatore. Unë që kur jam bërë artizane kam punë vetëm me gratë, është reale, dhe me thamë vetëm gra ke edhe në përpanajire vetëm gra ke, sepse ne vim nuk ta shet kërkush produktin tanë, punimin tanë, sepse nuk din me shprej, se aty është vendos tanë dashurie, dhe me thamë tanë pasioni jetë. Kur krijohet një diçka artizanale me dorë, çdo centim I saj është punu me dorë, vetëm ti din me shprej atë emocionet që ki pas kur ke punuate. Kështu që tana gratë artizane dalin në përpanajire të ndryshme.
Përgjithësi ftohemi në për panajire, diku ndodh rëndom pjesë që nuk më pëlqen që paguajmë për me kënë taj panajir, me kënë pjesëmarrës taj panajir, nërkohë që thjesht prezenca jonë është një vlerësim. Është një vlerësim. Artizanati është aset i traditës. Nuk duhet mu ba biznes artizanati në asnjë mënyrë, domethënë. Megjithatë, ju keni shëtitur edhe përtej Shkodrës. Po, patjetër, ne pretendojmë që shëtisim edhe jashtë vendit, përveç Kosovës edhe Malit Zi që i kemi prekur tashmë. Gjithë artizant, ku ka dhe me thamë panajirë, sidomos në Kosovë dhe nuk paguajmë asgjë. Atje është shumë i vlerësuar në artizanati Shkodrës edhe gjithmonë na nderojnë dhe me thamë me darka festive etj. Turistët sa janë të interesuar për punimet artizanale, edhe tuajat në veçanti? Turistët realisht nuk është vjen të ne, domethënë një pjesë turistëve që më duket janë shtresë jo shumë e lartë, edhe shoh që as nuk i kthejnë kryt të çadrat. Kjo është për të ardhur keq realisht. Shoh edhe ato që i udhëheqin, që nuk është se ja tërhequn vëmendjen edhe shikoni se duhet t'i ofrosh. Domethënë nuk shikoj një interesim nga turistët. Megjithatë, aktiviteti vazhdon. Ju thatë që çdo muaj kemi panajire. Për çfarë janë të interesuar më shumë njerëzit? Varet komplet prej festës që është. Për shembull, në këtë periudhë shitet shumë djathi, vera, mushti, rakia, domethënë në periudhën e vitit të ri, kur do fillojmë me dalin, patjetër që shitet. Për festat e 29 nëntorit kena shumë autobusa që vinë prej Kosovës. Kosovarët janë shumë të interesuar për këto gjëra tradicionale, detare. Për punimet tuaja? Mjaltin. Punimet e mia janë një ndërthurje të gjitha gjanave, kështu që... Po, çfarë interesohen më shumë? Po, kam fetat e drurit, kam gurt me magnet, kam tjegullat cilat janë me imazhet, pikturat vjetra shqiptare, me ato burrat e vjetër që janë të thur një kështu cigare, si thohet që thuret cigare, që punojnë cigaren. Kështu që ka me këto... Tash i kam ballë kartolina këtu ku të fundit, janë disa kartolina me gjylejat e vjetër, domethënë, me teshat e vjetra kombëtare që mendoj që kanë me ecje, shifet domethënë që janë të ecje, është masa. Edhe unë edhe të gjithë dëgjuesit që po na ndjekin dhe që shpesh vizitojnë panajiret, ndjes për emrat e shumë artizanëve që kanë bërë emër, po aty besoj gjejnë edhe punimet e famshme të Zia Karinit, edhe punimet e tjera të Stella Toskës, por edhe të Mjedës, të tjera. Pra, gjithsesi artizanët në Shkodër kanë krijuar fizionominë e tyre. Stella, të kam parë të aktivizuar me shkollat në projektet tuaja. Çfarë mund të thuash për këtë? Me shkollat, realisht lindi një dëshirë apo një ëndër e jemja, nga që unë për vetë e mora vesh vonë që isha kreative. Pse jo, mos t'i mësojmë edhe fëmijët e brezit të ri, ose ta kuptojnë ata që herët që janë kreativa, ose t'i mësojmë, sepse e shoh shumë fëmijë që shikojnë në internet gjana, por që nuk e marrin kurrë guximin për me prodhu një diçka, sepse se kam këtë. Këtë gjahun ja kam dhënë mundësinë me kurset kreative, të cilat jam të realizu të dyqani, jem këto kohët e fundit. E kam hap këtë si ide, domethënë, mas që edhe unë e shaf nevojshme nga që në shkolla nuk bëhen punëdorët ma, bëhet vetëm matematik, gjuhë, lexim, fizkultur, nuk bëhet ma punëdorë, është heksi lan. Ne dikur kena qenis, kena qenis pullin, susten, kena bë punë shkop në qofse e manë me ndëmëtonë për shkolla ka ekzistu, tashi nuk ekziston. Madje edhe pak rroba qepsi në atë kohë. Po, edhe i shikoj domethënë prind që janë të interesuar me hek pak prej celularit, fëmijët edhe mi sjell, edhe gjithmonë thonë i vjen dora me bë diçka, edhe nëse i vjen dora unë mund t'jam saj me bë një kartolinat mas mi ble për shokët e vet, ose për mësuesen e vet. Ta bëjnë vet kartolinën prej fillimit, ose zbukurimin për dhomën e vet, apo zbukurimin për vitin e ri. Ta na kanë ato fazat e veta që do t'i mësojnë avash, po duke mësuar proceset e ngjitjes, kërkimit e tjera, ato mund të realizojnë prapë edhe shumë gjëra të tjera. Mund të sjellin diçka edhe nga vetja.
Pa tjetër, unë i shef qysh aty, dhe me thonë që ato bëhen kreativa. Ju kam mësu vendet ku unë i la gjanat, shkojnë e kërkojnë, ku ta gjej një rruz, ku ta gjej një pull, një lule, një diçka që ta bëjnë sa ma bukur atë punimin cilin unë ja jap. Djali yt nuk e di sa i qasur është rreth kësaj fushë. Jo, djali im nuk është i Ka diçka tjetër. Po nuk merret as pak me. Kam mezën që e dashuron punën tëme. Ndërkohë që patjetër që familja po nuk qenë mbështet se një grua nuk mund të ecë. Dhe kështu kur mendojmë një grua që ecën suksesshëm në fushën e tyre, saj prapa ose në krah mendojmë edhe një burr, apo jo? Bashorti. Patjetër, që është po bashorti im duke mos pas punë hiç me artizanatin ose me këta punimet e mia dorës, nuk është se më ka mbështet, po më ka lënë të lirë që unë të vazhdoj, kështu që unë me familjen time të madhe që më qëndon mrapa, mami, babi, motra, ata i kam aktivizu i fje, kurse bashorti im edhe ka punën e vet që nuk mundet me u marr me këto gjanat e mia, më ka lënë të lirë. Po gjithsesi është dashamirës dhe kjo është diçka e bukur. Po tjetër domethënë, pjesa domethënë që më ka lënë mundësi bën çfarë dosh për kreativitetin tan është shumë plus. Ajo që më bëri përshtypje është pjesa artistike, shpirti i bukur. Arti, por edhe këmbgulja e një gruaje të re, siç je ti Stella, për të gjetur shtigjet dhe për të kaluar në një rrugë të madhe që të ofron shumë çka. Në radhë të parë, kënaqësinë për punën tënde, e më pas kënaqësinë të adhurosh të tjerëve me artin tënd. Nuk është se këtë rrugë e gjete herët, sepse ti ngulmove duke u shkolluar në 2 fusha, por gjete një autostradë të madhe veprimi siç është arti yt. Kjo është frymëzuese. Kjo është frymëzuese jo vetëm për mua që flas tani, por besoj edhe për shumë gra dëgjues që na ndjekin, se vetëm këmbgulja, pasioni, dashuria bën që njeriu të gjej motivin e vet dhe të ecë në rrugë pavarësisht të vështirësive, duke i shmangur ato, duke menduar gotën gjysmë plot siç the në fillim, apo jo, për ta mbushur gjithmonë më shumë. Në fakt nuk i shmangi kur vështirësitë, gjithmonë i kaloj, i ka përcej. Dhe tani përballoj, patjetër, edhe është frymëzuese edhe fakti që unë maj biznes duke shit gur. Keni parasysh, më thonë, unë shes gur. Është krejt frymëzuese sepse kam fillu me do tjegulla që kam gjetë në fund të baqes, i kam la, i kam pastru, i kam pikturu, i kam vendos kanopin edhe i kam nxjerr në shitje. Edhe pse kisha një vit që nuk shiça në shtasi gjau, unë prapë vazhdosha me të njëjtin ngulm. Me atë bindjen që këto pëlqejnë, këto duhet ecin. Por realisht u gjet rruga, domethënë, me anë të misioneve, unë i falenderoj gjithmonë mediat, të shkruara, dëgjuara, i falenderoj pafund sepse më kanë bërë reklam për shkak të veçurisë, domethënë që më kanë bërë reklam pas një farë s'më kanë kërkuar asnjë gjë, domethënë. Jo, ne nuk nisemi nga ajo. Ne nisemi nga motivi që frymëzon dhe vlera që jep një aktivitet në shërbim të njerëzve, por edhe në shërbim të formësimit gjithmonë të një personaliteti, secili mund të luftoj për veten pavarësisht vështirësive, sepse nuk mund të i barazojmë të gjithë njerëzit, por njeriu duhet të luftoj për të gjetur shtegun e vet. Dhe kur ky shteg është i suksesshëm, si në aktivitetin e zonjës Stella Toska, besoj se çdo gjë është shumë e bukur, frymëzuese, Eduard Trokitor. Ti më pyete pak më parë je lodhur, edhe unë thash jo, unë nuk lodhem, kënaqem. Domethënë puna ime më kënaq. Edhe unë kam atë bindjen, domethënë që çdo njeri nuk ka ardhur kot në këtë tokë. Çdo njeri e ka një rrugë për ta ndjekur. Qoftë edhe nuk e di, edhe profesioni më i rëndomt, nëse ai e bën me pasion, nëse ai ta ketë sigur dhe më thonë që mos rrjall pikon. Kjo është një mesazh. Një mesazh shumë i bukur, një mesazh që drejtohet nga Stella mbi aktivitetin e saj, por gjithmonë duke ngulmuar tek ajo që tham në fillim, jeta, nëse jetohet bukur, ajo është gjithmonë art. Po, patjetër.
Stella, unë besoj se të ka marrë sot kohë, sepse ma merr mendja do vraposh tek diçka që të ka frymzuar, të ka nxitur, e ke lënë për ta vazhduar dhe besoj që dita sot të ketë kreativitetin e saj. Të falenderoj, nuk koha jote ishte që më ke marrë ishte një kënaqësi. Realisht këtë kena ditë të festave dhe kena goxha punime edhe të reja që marrin goxha kohë. Tash që kam hapur edhe dyqanin, jam edhe pak e lidhur mas dyqanit. Kështu që patjetër që do kem kreativitet si gjithmonë, kreative. Të falenderoj shumë. Të falenderoj për çdo gjë që the, duke shpresuar që pikërisht aktiviteti yt të jetë frymëzues. Faleminderit dhe uroj sukses në të gjitha ditët tuaja. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi.